إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد vazhdojmë me pikën e pestë të imanit, gjithsesi shtylla e pestë e imanit, tu bazuar në hadithin e Xhibrilit, me besu ditën e gjykimit, ditën e ringjalljes, ditën e llogarisë, ditën e fundit. Thamë quhet dita e fundit sepse nuk ka mo tjetër ditë. Edhe folëm diçka për këtë ngjarje, edhe tash thot Ibn Uthaymeen rahimahullah, besimi në ditën e gjykimit, në ditën e llogarisë i ka frytet e veta. Prej tyne e para, fryti i parë, ragbe fi fi'li ta'a wal hirs alejha. Rijalni thawabi dhalika al-yawm. Allahu akbar. Tërhekja, joshja, stimulimi që me punu, me bo ibadet Allahut, edhe me qenë kam guls, me pas sabër në ibadet, vazhdimësi me bo, duke shpesu shpërblimin e Allahut. E dyta, fryti i dytë, friga nga veprat të këqija, nga mëkatet, edhe friga nga kënaqësia me mëkate. Kjo shumë e rëndësi. Ma i rëndë është kënaqësia nga mëkati se sa vetë mëkati. Duke pas frikë dënimin e Allahut. Këto dy pika pak po du më nal, se kur i shohim suret Mekase, 13 vjet që ka qëndruar në Mekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shumica kanë qenë kërcënim edhe joshje për shpërblim. Shumica dërmuese e surave. Ju ka fol Allahu për xhennet edhe ju ka fol për xhehenem. Me ju thonë vullnet, shpresë të shpërblimi Allahut, edhe kërcënim nga dënimi Allahut. Qysh ka qenë xhennet? A vlen ma tepër se që vlen me punu, me sakrifiku për xhennet. A ja vlen me bu mëkate, qysh ka qenë xhehenem? Pes sharon, pes spjegon, në detaje po t'jep informata, detajizume, që ka përjetohet. Si të shpërblimi, ashtu edhe të dënimi. Të ashtu të dyjat e forcojnë vetën, kjo jep shumë vullnet për shpërblim, shpresat e shpërblimi, kënena është friga prej dënimit. Kur bashkon këto të dyjat, me vullnet i bon ibadet Allahut, edhe largohesh me plot bindje prej mëkatit. Je i kënaqur si po largohesh prej mëkatit. Jo, Allah s'kam që kam boll ma, që kjo fo shambull. Po qysh nuk kënaqet njëri me alkool, ose qysh nuk kënaqet njëri me zina. Kënaqet, po s'kam që kam me bo se haram është. Kjo është më rëndë se me bo. Diçka që është e mirë, e kënaqshme, nuk ta bën haram Allah. S'ka logjik jo. E kem dy ajete me fjalë identike. O in ta'udu ni'met Allah la tuhsuha. Nëse fillon me numru nimetet e Allahut, dhuntit, begatit e Allahut, s'muni me numru. Sosën numrat, nuk sosën begatit. Kjo është mu sos, mu hargju. E tash gjithë ato të mirat pa fund me po t'jep Allahu,
e diçka prej krejt këtyne të mirave, diçka që është e mirë, po ta ndalon, s'ka logjik. Edhe nuk ka logjik që me të urdhnu, me punu diçka që është e dëmshme. Nuk ka logjik. E morëm vesh se morëm vesh damin. Kjo është rregull. Rregull shumë i logjikshëm. Shumë lehtë me logjiku në këtë rregull me ardhë. Krejt çka ka ndalu Allah ka dam aty, krejt çka ka urdhnu me punu ka dobi aty. Pa marë parasysh, a kene arrit me detektu dobin edhe damin. Pa marë parasysh. Po as nuk lodhemi me këshyr ku o dami të mëkatet e ku o dobia të veprat e mira. E bëj se Allah më ka urdhnu. E di unë, pa rezerve di, e kom besim, pa lëviz, pa luhat shumë jom këtu. Se qka ka urdhnu Allah me punu ka dobi, qka ka ndalu ka dam. Nuk lodhna me hin detajat, është me analizu. Me hulumtu, ku është dami, ku është dobi. S'po lodhna. E këto shumë kanë dimu, shumë dimun. E tash me thonë, veç po folni për ahiret. Po Allah ka folë 13 vjetë për ahiret. S'ka folë as për namaz, as për agjerim, as për zeqat, as për haqë. 13 vjetë për ahiret ka folë. 10 vjetë Medine tek pasaj. Ka shumë me shejtani mashtron. Këta o gjellar veç për gjenet, për gjenem po folin. S'po folin për këtë dynja diçka. Po ty si e tu e ditë, se me ditë ato, me kuptu ato, ti e kështë kuptu edhe dynjan. Se nuk e kupton ato, ty duket që po e kupton dynjan, po i shkorku nuk jeti për i dynjas. Absolut. Qyta edhe treta pika fryti i tret. Allahu Ekber. Teslije el mu'min. Ngushlohet besimtari për ato që ka e kanë ikë për dynjallëkut me shpërblimin e gjenetit. I varfër s'ka pas mundësi, shumë gjana i kanë ikë, tjerë që ka kanë përjetu, që ka kanë shiju, që ka kanë qfar jetë e kanë kalu, a i s'ka pas mundësi. Me që kanë ngushlohet, punë e madhe. Letë më shpërblen Allahu atje. A pedim hadithin? Në moment, krejt interval i shkurt kohor, ka pas gjithat mirat e dynjas. Ta në jetën kur s'ka di që është breng, që është galje. Kjo tash në hadith po idealizohet. Edhe, jam me shpirtin Allah edhe e fut krejt një interval të shkurt kohor në xhenem. Edhe me njën e nëzirë, krejt shkurt, edhe e nëzirë. O robjem, a ki pas ndo njëherë knatësite? Krejt jetën luks e ka pas, super luks. Knatësi, Allah, unë zdi që ka është knatësia. Krejt me derte, me gajle, me brenge kom pas jetën. S'ka pas asë një gajle, s'ka pas. Mirë po, një qëndrim krejt i shkur në xhehenem, bo shkak me haru krejt ato të mirat. Dhe kundër ta, krejt me gazep, me skamje, me loj sprove, të randa, krejt jetën sprove ka pas. Krejt një moment shkurt e fut në xhennet. O robi e ma ki pas ndo një problem ndo një gajle. Gajle problem, zdi që ka është Allah gajle unë. Gjithmonë kom jetu në nivel shumë të nalt, një shkallë shumë të nalt. Mirëqenjes. Gjithmonë në mirëqenje kom jetu, krejt jetën. Ase ka jetu asë një moment. Po një qëndrim krejt i shkur në xhenet, më shka krejt ato tjeknet me haru. Këtë është kur edin se qka po pret, ose pak me afru, ndoshta shembull banal, kur njeriu edin se fund mujit, çfar pagë do të merr, diçka shumë të madhe. Lodhët, shumë lodhët, raskapitet. Mundot kur i shkojnë 2 javë, 3 javë, s'po muna me dur, se kohë gjatë po punon, nuk është tetore dhe ma gjatë. Rrethona shumë të rondat, pavolitshme, të papërshtatshme. Mi po thot, në vetës ti jep vullnet vetës. Fund mujta, din çfarë rrogë ki me marr. Vlen mu lodh.
vlen më pluhnov, edhe pak lëndur, s'ka gajle, atin çfarë rroke ki me marr fund. Edhe me plot kënaqësi e punon atë punë, se po e din fund çka po e pret. E qysh mos me fol për ahiret? Apo shet çka do të thot me fol për ahiret? Non stop duhet me fol për ahiret. Me ditë se çka po të pret. Le t'i shkon mendja se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vetëm me bo me ardh. Po çfarë bukurie ka hyria e xhenetit. Kur t'josh do të mashtru shejtani për zina, kujtoje në xhenet çfarë hyri ka. Së mund të me afru asni ma bukurosha, së mund të me afru. Krejt to duhet pra, për shë fryti, çfarë fryti? I pare, ta shton shpresën, vullnetin, të shpresa, të shpërblime Allahut. T'jep elan, t'jep vullnet, t'jep energji pozitive, për mos me u lot, për mos me u dorzu, për mos me ndërprej ibadetin. Se që fund çka po të pret? Që është problemi. Dhe kënena, t'jep vullnet, me u largu edhe shumë let largosh për haramit. Shumë let. Pse? Qysh e punon në haramin? Qysh e bën njeriu një vepër që pa tjetër, e pa shmangshme është. Nesër masine se ka me u pendum. Pse e bona këto? Pse po e bon? Gjithçysh ki me thonë pse e bona. Në po të kazoj që tash, mos e bon se ki me thonë pse e bona. A ko logjik me bo një pun, për cilën ki me thonë pse e bona. Me mujt me gjbo. Ki me thonë pa tjetër, me mujt me gjbo ato. Për që në po të kazoj pa e bo, mos e bon. S'ki nevoj me gjbo, pëse se ki bo heq. Në start po të kazoj. Që ka po të për të qarë dënimi. Kur të shetim, i mirë une, qysh me gjbo, s'monush, vono të. Edhe treta, në ngushlimi, të e ditë se çka po të pret, çfarë shpërblimi po të pret. Kuptot, qafirat, jo besimtarët, në çdo kohë e kanë mohu ringjalljen. S'kan pas tjetër fjalë vetëm se e pamundur, qysh me ringjall. Këtu kapën. A kjo është mendim, bot kuptim, i kotë. Është kulminacioni i ignorancës. Nuk ka logjik, shumë e pa logjikshme është me thonë, nuk ka ringjallje. Shumë e pa logjikshme. Ja hub kuptimin jetës këto. Mos me pas një vend kur njerëzit jepin llogari për ato çka kanë bërë në këtë botë, s'ka logjik kjo jetë. Mos me pas një ditë kur e korr, pse me mjell? Pse po mjell ti? Pse një ditë ki me korr? Apo? A e pa mundun është, po e shtin, farën po e shtin mrena nër tokë. Pedim çka të shtin nër tokë, në munges oksidohet, kalbët. Po del. Edhe se këfoja, po shkon 100 metra. Për një farë të vogël. 16 vetë me rrëthuku. Vetëm Kaliforni ka se këfoja. Ka dhe shumë dru tjerë, po për mërë ato ma 100 kusur metra shkon. Allahu Ekber, fuqia Allahut. Shkon dhe 150. Qka përbe 150? 50 kaq. Nëse marëm mesa 3 metra një kat, rokaqej 50 kaq. Leti 50 kaq, 7-8 kat, 10 kat. Pa pas pumpën, nuk mundet me shku ujë në altë. E në moje 100 metra atje në altë gjethe i gjelbërt. Nuk e merë ujën prej shiut, prej rajve e merë. A ka pumpë? Me që 150 metra ujën? Nuk ka, qysh po shkon? Qysh po shkon? A pyetët Allah qysh po shkon? Allahu Ekber. Edhe po elshon oksigjenin, po t'jep të mira. Po të ushqen, bim. E kjo Allah s'po mundet me të ringjall. Vjen ajo, mos parapri për dersin tjetër, inshallah.
Thot Uthemini se kë nuk ka bazë kjo thonje, edhe po këtu të na, edhe për para kanë thonë, po dhe të na në kohë komunizmit, kush u kthy prej atij jete. Nuk ka tjetër fjalë. Nuk po du me thonë nuk ka tjetër argument, kjo nuk është hiç argument. Kur ka shku prej kësaj bote, ka shku në botën tjetër, që është më kthy tash. Tash sikur me thonë, kush është që u kthy në bark nonës, ke dalë për bark nonës, s'ka më kthy. Që është më kthy? Tjetër botë. Tash jo tjetër botë. Nuk kthehet prej asnjë bote te bota paraprake. Te jeta para nuk kthehet. Jeta para në bark nonës. Po para barkut nonës, ku je kon? Nuk që dite për këta? I që kërkun s'je kon? Që dite për këta, je kon njerë edhe ne po kthesh. Këtë do të flitet inshallah ma vonë. Thot janë argumente të shpalljes, se ky mendim nuk ka bazë, në argumente shqisore, ato reale, të prekshme, të kapshme, edhe logjikshme. Sonte pak do të folim vetëm për këto reale çka është, me shqisa çka e shen njeriu, nuk është e thonë që me pa krejt njerëzit. Mirë po Allah po na përcjell. Një grup njerëzve, disa herë, disa grupe, në disa raste kam pa ashiqare ringjalljen. Do të ndalemi vetëm, në realitet, Uthejmin rahimullah, ndal vetëm te sure Bakare, 5 raste që ka përmend sure Bakare. E para ka qenë rasti i popullit të Musës a.s. Musa a.s. pedini ka qenë një pejgamber i cili thuja se krejt jetën prej fillimit ka kalu me frikë. Fillim, nana është friksu. Mos për nëzën Firauni edhe se ka lyp djem mashkuj cilë të lindin foshën e mashkuj me i prej. Krejt i ka ekzekutu, vetëm një i ka shpëtu atë cilin për e lyp. Subhanallah, që qëfar plani Allah, subhanallah. Ata do të ringjallën edhe nuk kanë mëkat, kanë vdek pa mëkate. Mirë po, Allah po do me realizu planin e vetë. Po e lyp një foshnje. Te kish ditë cila foshnje është, vetëm ato e kish mytë edhe tjerë te kish lonë. Po, qysh e ka sill punë Allah. Kreti mytë i pështon vetëm një, që ato që pe lyp. Subhanallah. Nuk me afton kjo. Në palla me dorë tonë kemi ushqyti. Pe lyp të jashtë atë të është. Në shpeton është. E merë ngrëkte, e për qafë. Shumë impresionuse kjo, Allahu Ekber. Edhe pastaj ka vazhdu gjithë me friga, me tortura, me vrasje, e kështu me radhë. Edhe Allah po ju thot, ja beni Israel, të kuru nimet e leti enam të alejkum. O beni Israel, për këtoni dhuntit, begatit e mjetë që kom dhonë juve, edhe i numron, edhe vazhdon, o dhe në gjenakum min ali Firaun, yasumunakum su'al adhab, yudhabbihuna abnaakum yastahiyuna nisaakum. Edhe për kujtoni kur ju kena shpëtu nga Firauni, të cilët i kanë myt, i kanë ekzekutu djemt, i kanë lënë në jetë vajzat. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim. Tu keni pas sprovë të madhe nga Allahu. Edhe vazhdon masanej, me gjithë këto, kanë adhuru viqin. Subhanallah. E pastaj, ka komente të djetarët të fësirit, Allah, kjo nuk ka koment, është ajet kuranor, i ka urdhru Allah me zjedh 70 vet, ma si prisa, udhëheca, njerëz, ma
si kryepar të fiseve, të mahallave, e kështu me radhë, si me thonë, ajka e popullit. Po plus edhe këta që këta ma të mirët, ma të zgjedhurit, po edhe këta kanë ra provim. U edhe kultum ja Musa len nu'min lek hatta nara Allah jahratan. O Musa, nuk të besojmë ty derisa të shohim Allahun me sy. Audhu billah. Por ju bëni çka zbohet. Fa akhadhatkum as-sa'iqa wa antum tanzurun. Allahu e ka thënë ne rofin si flok dhe gjithë kam vdek. Thumë ba'athnakum min ba'di mautikum. La'allakum tashkurun. Pastaj ju kena ringjall pas vdekjes. Aty për aty. Se të jeni falenderus. Pra thot kjo është e para. E dyta, tregimi i dytë, është ashtu ka qenë në atë sheriat të Musës a.s. Allah ka mundësu, ka ndodhë një vrasje. Edhe nuk po dihet kush është dorasi, kush e ka mytë. Allah e ka urdhru me pre një lopë. Që pastaj me marrë një pjesë të mishit të lopës, edhe me godit me prek dhe vdekurin, a i rinjallët edhe ka me tregu kush. Po tash këtu kanë ra, sa ma shumë kanë bo pyetje, as ma shumë ju ka vështërsu. Si kur shambull, që ka thonë për nësa se mos e boni, si Ben Israel që kanë pyet Musën. Ka thonë, Allah ju ka bo obligim haqin. Qotë një sabe, jarësla, a gjdo vjetë? Qka po pyet? Unë e thash që ka bo obligim haqin. Mos pyet. A përdojnë me të thonë gjdo vjeta? A këshit mujtë me bo? Para me ndohë me konë urdhër gjdo vjetë me bo haqin. Rëq aty, që ju shërë qashtu? Mos kompliko? Mos parashtro pyetje, pastaj me u pendu me rapishman pse pyeta. Edhe këta, çfarë është ajo lopë? Në fillim çka ka prej një lopë, çfarë të kopë merre një lopë? S'po dim cilin lopë, jo kështu, jo ashtu, pastaj ju ka vërtru menzi se ato veti ka pas vetëm një lopë, ose pak speditash. Ju ka vështërsu tash derisa menze e kanë gjetë atë lopë. A në fillim çfarë të kohë veç merre një lopë. Si do që të jetë? Ka urdhru Allah me pre e pasaj që menze e kanë pre, fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Edhe fund e prejtën për pak mos me pre. Wa idh qatatum nafsan fada'ratum fiha. Edhe kur e keni myt njeriun, dikënd një person e kanë myt, edhe jeni plasariti me zvete nga tresa kush qysh, unë e jo, aj po, unë e jo. Edhe pastaj Allahu mukhriju ma kuntum taktumun. Allah e nxjerr ato çka po fshet, çka po marrin veten. Fa kulna dribuhu bi ba'dha. I goditni, jo tash më shumë me godit, po me godit me prek, me një pjesë të lopës, cilën e keni prej. Kedhalik yuhillahu al-mauta yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Kështu Allah i ringjall të vdekurit. Dhe kështu kanë vepru, njeri vrom, ka vdek. Se kanë prek mat cop mishit të lopës, o ringjall, edhe ka tregu filonim ka myt, prap ka vdek. Ç'është me syje pa. Çaj grup. Po edhe në pse s'kena po, Allah po në tregon ajet. Mas pari, a jem dakord, jem besimtar, jem dakord se nuk ka gënjeshta në Kur'an. Nuk ka të pavërteta në Kur'an. Fjala Allahut është. Nuk ka fjalë më të saktë se fjala Allahut. Nuk ka dyshim në vërtetësi të fjalës Allahut. Kjo përfundoj. Pra çka na tregon Allahu, pa rezervë besojmë. Se runa zot, pak, jo mos me besu, vetëm pak me dyshu, del prej feje. Qysh Allah po shpall, pa vërteta. Ma ka logjik. Ka logjik. Pra Allah po thotë në Kur'an, na edhe pse se kena pa, si me pa. Thu se e kom parasysh tash me ju e po foli. Op, si po me pa njeriun, op, u qu. Ose u qu vetëm ka fol. Filonim ka myt.
Allah ka caktu. Po do më thonë katili s'munsh më shef. Po e gjen Allahu një rrugë që edhe tjertë më u vërtetu se ai ka myt. Që atina si ka shku me ndja hiq. Vdeq ky s'munët me fol. Po munët me fol. Munët, e bon Allah me fol. Edhe ka fol. Rasti i tretë, tregimi i tretë në Kur'an, është një popull gjithashtu i Beni Israilve, ku Allahu i ka sprovu edhe kanë qenë është përhap një pandemi. Edhe këta për me shpëtu prej vdekjes kanë ikë. Po ku ka shku në tjetër vend, krejt kanë vdekë për me njerë. Dhe së mund shme ikë caktimit Allahut. Elem tëre ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut. A nuk po ishe, a nuk po e din se s'murës. Mija vjet, ka kaluar se disa shekuj. Ata të cilët kanë dalë min djarim, kharaju min djarim prej vendit të tyre, vendbanimit, qytetit, hum ulufun me mija. Hadar al-maut, duke u friksu prej vdekjes. Ve kalehum Allah mutu, thume ahyahum, Allah ju tha ty në vdesni, pastaj i rinjalli. Inna Allah ledhu fadlin ale nas, walakin ekthera nasi la yashkurun. Allahu jep shumë të mira njerëzve, por shumica e njerëzve nuk janë falenderus. Ku po do me ikti prej vdekjes? Po mendon nëse rrim këtu, vdesim, nëse dolm të këtu nuk vdesim. Po që edhe këtu kime vdek. Po për që me marë mësim tash po të rinjalli. Dhe kam po ta kam vdek, po kam po një të jetim po rinjallën. I katërti, Ibn Kathir thot shumica e alimave thojnë se bëhet fjalë për Uzeirin a.s. Po si do qëtet çosh me rëndësi, kush është për ngjarja. U kelledhi merr ala qaretin wa khawatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi la ba'da mautiha. Ose sikur ai i cili ka kalu në për një vend banim, khawatun ala urushiha. Gërmadha, vendi shkatrum, po plus edhe njerëz në vdekur. Krejt kam vdek. Edhe ky po thot, enna yuhadhi la ba'da mautiha, qysh Allah ringjall këta pas vdekjes, që krejt shtit në tokë. Jo ata, po mas pari ti. Prej ti këty, përmes te, ty po t'japi mësim. Fe ma ate Allah me te amin. Allahu e ka vdek 100 vjet. Ja ka marrë shpirtin, ka vdek njeriu 100 vjet. Thume ahyahu. Pastaj, thume ba'the. Pastaj ka ringjall. Qal kem labithte? Sa ke qëndru? Me ndatina i vdekur, po alivanu usurase. Po kështu i vdekur. Qal labithtu yawman aw ba'da yawm. Kam qëndru kështu i vdekur, në ditë ose në pjesë të ditës. Pse tefsiri thuhet, kur ja ka marrë shpirtin Allah ka qenë mëngjes, kur e ka ringjallë mbrëmje. Po, nuk është mëngjezi edhe mbrëmja ditës së njëjtë. Mëngjezi në ditë, mbrëmja është pas 100 vjetëve. Kë ka mendu se e njëjta ditë është në pyetje. Qale bel labithte 100 amin. Ja ke qëndru 100 vjet i vdekur. E pastaj tregon undur ila ta'amike, fandur ila ta'amike, u sharabake ila kall tregon ushqimin me këshyr, pijen, gomarin, edhe pastaj se qysh Allahu i krijon eshtrat, pastaj e mvesh me mish e kështu me radhë. Po kryesore, kur e ka këshyr rrethinën, e ka marrë vesh se kohë gjatë pas ka qëndru i vdekur, jo në pjesë të ditës. Edhe rasti i pestë është rasti Ibrahimit a.s. Dhe kale Ibrahim, Rabbi erini kefi të uhil me uta, o Zot jem tregom se qysh po e ringjall të vdekurit. E fela të umin, a nuk po beson? Kal bela, walakin yatma inna qalbi. Përkundrasi po besoj, po du me mu qetësu zemrën, mu qetësu halo ma tepër argument.
edhe Allah e ka urdhru khudh arba'atan min at-tayr. Merri 4 zoq, 4 shpez. Fesurhune ilejk, edhe i pren ato, thume gjall ale kulli gjebel minhu gjuz'a. 4 kodra, edhe në çdo kodër ka një pjesë, i ka përzi, ka bo copa, puplat e o ka nuk, i ka përzi. Në një mal ka pas pupla një zogu, koma të trit zog, koka të trit zog, këtë i ka përzi. Thume do hun, pasaj thire, ja atjine kësa aja. Walem enë Allah azizun hakim. Do të vinë, vrap do të vinë. Do të pashkot, gjdo pjesë e gjdo zogu. Ju më përzi organet e një zogu me të tjetri zog. Po gjdo njëne ka ardhë në vendin e vetë. Thot Buhariu transmeton, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, edhe muslimi, nahnu e haku bi sheki min Ibrahim. Na ma shumë na takon neve me pas dyshim se sa Ibrahimi. Pra, Ibrahimi më ka qenë ma i prirur për me besu se sa na. Edhe i ka citu ajetet. Wirhamullah luta, laqad kana ya'wi ila ruknin shadid. Tash tregon edhe në pjesë, mos të ndrojmë temën, flet në këtë hadith edhe për lutin, diçka përmend edhe për Jusufin alayhis salam. Mirë po, ka tregu që kur me gjithë atë besim që ka pas Ibrahimi, ka pas nevoj për me forcu. Ka pas të jo nevoj, nuk është nevoj, ajtë s'ka dyshu, po du halo ma qartë, ma konkret, diçka ma prekshme. Edhe pse edhe pa ato. E na aq ma por duhet pa ato me besu. Pa kështu argument të prekshëm. Po bod mjafton argumenti, pra po e përsëris, inshallah ma detajisht dirsin në alshëm, vetëm mendo se ku ke qenë para 70 vjetëve, ku ke qenë. A kjo është ringjallje. Ke qenë i gjallë, ke vdek, por ringjallësh. Për herë të parë, ku ke qenë para një? Ku kemi qenë para 100 vjetëve? I shkërkun se në konë. I e bo. E po qudit është për ringjallje. Quditu për krijimin e parë. Kjo ndo eshna. Ma krijimi i parë s'ka kur që. Gjithmonë njeriu e ka përgjigjen afër vetës, po nuk e sheh. Shkon më larg. Të vetja këshyre, vetën këshyre. Wallahu ta'ala alim. Sallallahu alaihi wa Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.